Pasi u njohëm me gjendjen e problemeve të energjisë elektrike në agjencinë PUK, ne kemi disa shqetësime, disa probleme që ne keni konstatuar gjatë kësaj periudhe një javore. Sektori u mori një gjendje shumë të keqe, ku tërë komuna si Firuz, Iball dhe Blerim kishin mbi 23 ditë që ishin pa energji elektrike, ku ishte djegur transformatori në stacionin Gropaj. Tani, të gabina Berishe, për Trovën, Mërtur, si dhe gabina në qytetin e Pukës, ishin pa energji elektrike pasi ishte vjedhur për cilësi nga njerëz të keqberës, ku me njëherë u morën masat nga ana jonë për riparimin e tyre dhe për sigurimin e përcjelljes, dhe në këto momente që ne po flasim, në gjithë rrethin e Pukës nuk ka asnjë problem dhe asnjë shqetësim për problemet e energjisë elektrike. Fidrat dhe gabinat në të gjithë zonën janë një gjendje të keqe dhe kanë nevojë për ndërhyrje për riparimin e tyre sa më të shpejt. Gjendja e debitorëve në këtë agjenci shkon në 48%. Humbja e energjisë elektrike në rrjete ka shifrat 38, ku ka dhe fidra që shkojnë edhe në 70 dhe 75% të humbjeve. Pra, gjendja e jashtëzakonshme që shikohet në këto momente do një ndërhyrje të menjëhershme nga ana e administratës dhe gjithë punëtorëve të elektrikut për të bërë shërbimet e duhura dhe për të realizuar në kohën e duhur të gjitha këto probleme. Por duke u nisur nga kjo situatë, ne menjëherë programuam punën me administratën duke ngritur grupe pune për çdo filtr, për çdo fshat dhe njësi vendore për të përballuar këtë gjendje emergjente. I premtojmë gjithë komunitetit të rrethit Pukës se do jemi 24 orë në shërbim të tyre duke siguruar energjinë elektrike në kohën e duhur dhe duke të bazojmë në kërkesën time të llogarisë, duke kërkuar llogarisë çdo punojësi për të kryer detyrën e vet funksionale që ka në shërbim të komunitetit. Gjithashtu, mi pres çdo vërejtje, ankim nga çdo klient që shikon shkelje dhe probleme dhe që i bën dhe padrejtësitë që i bën. Gjej rastin dhe i bëj thirrje dhe gjithë komunitetit të rrethit Pukës që të paguajë faturat energjisë elektrike, mujore dhe krahas faturave korrente dhe ato të prapambeturat. Dihet gjendja e vështirë sociale që ka komuniteti, por energjia duhet paguar. Dihet që gjendja e debitorëve është mbatur për shumë vitesh, nga viti 2007 në vazhdim, të papaguar, por kjo shumë duhet paguhet me kiste. Mospagimi i tyre na detyron që ne do të kryejmë edhe ndërprerjet sipas ligjit dhe sipas urdhave dhe detyrave që janë përcaktuar nga qezi shpërndarja. Gjithashtu i bëjnë thirrje të kurset energji elektrike, kërkoj bashkëpunimin e postë shqiptare për shpërndarjen e faturave në kohën sa më të shpejtë, që çdo faturë të shkojë klientit në kohën e duhur për të kryer detyrimet që ka kashi qezit. Kërkoj bashkëpunim me policinë e shtetit për kapjen e personave që vënë dorë në linjet e tensionit të mesëm dhe të ulët, me vjedhjen e përcjellësve duke shitur për skrap si edhe transformatorët që shumë raste janë vënë dorë mbi ta. Gjithashtu bëj thirrje institucionit të rrethit që të ndihmojnë dhe të kontribuojnë për përballimin e kësaj gjendje mjaft të vështirë. Ju faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin.